Shikues të orës suaj, në fakt jemi së bashku edhe ditën e sotme, duke ju uruar mirëmëngjes të gjithë qytetarëve shqiptar dhe jo vetëm. Në fakt, ashtu sikurse dje, edhe sot do të jemi sërish së bashku, ku dita është e njëjte, data shënon 12 qershor. Sot dhe nesër do të jemi pra ashtu sikurse thash bashkë për të njohur pikë së pari në programin Ora Juaj me zhvillimet kryesore në webin e oranews.tv. Dhe më pas edhe me telefonata tuaja. Pa unë bërko, do të ecim me njëherë me të parat. Dalemi në rubrikën nga vëndi. Momenti i sherrit të Martin Canit, të gazetarit tregon arsyen se përse e publikoi videon. Mirë është ky artikull i parë, teksa ecim më tej. Videoja e Martin Canit tregon për herë të parë nëna e 14 vjeçarit u trondita jashtë mase. Po për Martin Canin ka reaguar edhe Grida Duma, media valvull sigurie që kjo ngjarje të mos harrohej. Përfshihet nga flakët, pallati në Durrës, panik tek banorët, policia e zjarr fiksja në vend ngjarje. Ecim më tej. Emri u gjeti pa jetë në rrugë, identifikohet viktima në Klos, u godit 3 herë me thik. Gjendet një personi pa jetën në fshatin Zibër, Murriz të Klosit, dyshohet për vrasje. Ndërkohë një tjetër artikull, Vukaj, mediat në Amerikën e Jugut i njohin në grupet kriminale shqiptare si kartele e Ballkanit. Publikimi i videos ku humbi jetën Martin Cani, prokuroria e Tiranës nisi hetim për zbulim të akteve sekrete. Tjetër artikull me Tani, dhënia e drejtësisë, shërbimi publik me impakt të thellë në shoqëri. Pamjet e ekstradimit nga Dubai i vllait të Nureddin Dumanit dhe i një personi tjetër të shumë kërkuar. Merrecim edhe me një tjetër artikull në rubrikën nga vendi. I pari në Shqipëri, një 30 vjeçar rezulton infektuar me linë e majmunit. Shkrumbohet nga flakët furgoni në aksin në rrugor Fjerlushje. Ndërkohë edhe një tjetër shkrim ka të bëjë pikërisht me vrasjen e Martin Canit. 6 persona të tjerë dëshmojnë në gjyq, i cili ka qenë ditën e djeshme, mes tyre 4 të mitur, seanca e radhës me 25 qershor. Mjekët pranë-pushuesve në Pogradec kthehet shërbimi 24 orë në qendrat verore. Hetimet për skandalin e mikrokredive çojnë dekanin e ekonomikut në SPAK, Dhori Kule, pyetet për mbi 1 orë. I mori me dhunë portofolin dhe celularin një personi, arrestohet 28 vjeçari në Durrës. Po vizitonte Butrintin me një grup vizitorësh, ndërron jetë turisti i huaj. I mbanim në emrat e të dashurave, Tafani, dilnim për dreka e darka me Laertin, udhtonim kudo, makinat që na pëlqenin i grabisnim. Lëndoj me mjete prerse një person ekstradohet nga Greqia në Shqipëri, 26 vjeçari. Ndërkohë një tjetër artikull në rubrikën nga vendi në oranews.tv ka të bëjë me dosjen e sterilizimit, shtyhet shpallja e petencës, mungojnë avokatët e të pandehurve. Mirë, kemi parë ato se çfarë ka në rubrikën nga vendi, teksa ecim në një tjetër rubrikë, në rubrikën nga politika. Të shohim se çfarë ka në brendësi të saj. Qeveria miratoi vendimin, marrëveshja edhe me Serbin për pensionet. Duhet parë më në brendësi të këtij artikulli se çfarë flet marrëveshja për pensionet. Bylyk Bashi, Asambleja e PPS miratoi rezolutën më të fortë të bërë ndonjëherë.
Ndërkohë ka patur edhe një reagim për Ora News nga Burgu, nga Ilir Meta, të ardhmen e Partisë së Lirisë e shoh të shkëlqyer, ja arsye përse kërkova rinumërim të votave në Kavaj. Ecim edhe me një tjetër artikull që ka të bëjë po me Ilir Metën. Po tentohet uzurpimi i kushtetueses, Meta nuk jam penduar që kandidova në listat e hapura. Ka bërë një tjetër deklaratë për sa i përket zgjedhjeve të 11 majit dhe po ashtu që ishte në listat e hapura në Gar. Spiro Pali në samitin Europa Juglindore Ukrainë në Odesa për krah Ukrainës për aq kohë sa do të jetë e nevojshme. Ka qenë kjo deklarata e kryetares së Kuvendit. Ndërkohë me sa duket ka një tjetër reagim nga qelia nga Ilir Meta për Ora News, thot: "Më dënuan 10 ditë pse dhash intervistë jashtërarit të lejuar. Ju rrëfej jetën time këtu." Ecim me një tjetër shkrim. Shqipëria drejt hapjes së negociatave për grup kapitullin e 4. Veliaj në Burg, Pano duhet të bëhen zgjedhjet e parakohshme për Bashkinë e Tiranës. Rinumërimi i kot në thonjza i Dibrës, KAS hap 42 kuti për vot preferenciale. Gjungshi ju vodhën 17 vota. Gjungshit ju vodhën 17 vota. Mirë, 17 vota kanë dalë mangut në votat e Gjungshtit, nga ky rinumërimi i hapur ditën e djeshme në 42 kutit e Dibrës. Blushi. Përpjekja kriminale për t'i hequr Ilir Metës edhe lirinë e fjalës dënohet me 10 ditë se dha intervistë për gazetarët. Gjyqtarët kërkojnë rritje rroge, Rama ka deklaruar: "Një praktikë unikale, e pa dëgjuar dhe e pa njohur në historinë e shteteve." Ecim edhe pak po në rubrikën politik. Rrëfimi shokuesi të moshuarve: "Na i morën kartat e identitetit sikur t'i jepnim pensionet, nuk mund të votonim." Denoncimi i Berishës se jasi u mblodhën kartat e identitetit të pensionistëve që të mos votojnë. Ka të bëjë pikërisht me denoncimin e Partisë Demokratike për manipulim të zgjedhjeve të 11 majit. Denoncimi i Berishës: "Janë kërcënuar vëzhguesit të ndërkombëtar të zgjedhjeve, po bëhen presione të jashtëzakonshme." Po ashtu një tjetër deklaratë nga kreu i Partisë Demokratike Berisha ka të bëjë: "Ilir Meta u burgosë në mënyrë brutale pa asnjë urdhër arresti me urdhër të vetëm të Edi Ramës." Hasani: "Bashkëpunim me fondacionin japonez Nippon në fushat prioritare." Mirë, kemi mbaruar edhe me lajmet kryesore në rubrikën nga politika, teksa ecim me një tjetër rubrik. Shkojmë tek rajoni, të shohim se çfarë ka në brendësi të rubrikës nga rajoni. Vučić në samitin në Ukrainë refuzon të nënshkruajë deklaratën që dënon agresionin rus. Ecim më tej. Shqiptari shpëton 2 fëmijët nga mbytja në lumin e Artës në Greqi. Vučić në samitin në Ukrainë refuzon pra të nënshkruajë deklaratën që dënon agresionin rus. Është artikulli kryesor në rubrikën nga rajoni. Kosova ndalon importin e deleve dhe të dhive nga gjithë Shqipëria. Greqi, tragjedi në një anije turistike në Limos, antari i ekuipazhit gjendet i pajet.
Misotaqes thirrje prokurorisë, tragjedia në Koçan duhet të hetohet plotësisht, duhet të ketë përgjegjës. Mickovski. E shën kjo një deklaratë e tij. Ndërkohë një tjetër artikull nga REL ka të bëjë me listën serbe në numërimin mbrapsht drejt zgjedhjeve. Protestën në Porto Romano, shoferët nga Kosova kundërshtojnë pritjen e gjatë në kontrollet doganore. Himni i Kosovës sot mbush 17 vjet pra ditën e djeshme. Refugjatët amerikanë në Kosovë, Hoti deklaron në një intervistë për Euronews. Lëvizja e Kurtit duke qenë se është izoluar nga diplomacia ndërkombëtare. Pra shihet si një lëvizje që i shërben Albin Kurtit në marrëdhëniet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndoshta. Pranimi i emigrantëve të dëbuar, reagon Departamenti Amerikan i Shtetit, mirënjohje për Kosovën, partneri besueshëm për kthimin e sigurt në vendin e origjinës. Ka të bëjë me deklaratën e Albin Kurtit pak më parë, sezoni turistik në Maltëzi nis me çmime të larta, trafik kilometrik dhe vonesa. Ndërsa ky është një tjetër artikull, ndoshta në minutat e para pasi u dha lajmi, emigrantë të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të strehohen në Kosovë. Kurti i entuziazmuar ja procedurat që do të ndjekim. Mirë, kemi mbaruar edhe me rubrikën Rajon, ndërkohë që ndalemi tek një tjetër rubrikë. Ndalemi në rubrikën nga bota dhe më pas do të shkojmë në rubrikën nga ekonomia, për i marrim me radhë. Izraeli vijon sulmet në jug të Libanit. Është ky një tjetër artikull për sa i përket luftës së Izraelit në rrugën e Gazës e tashmë në fakt ka sulmuar edhe jugun e Libanit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgatiten të evakuojnë ambasadën në Irak për shkak edhe të rreziqeve të sigurisë. Marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Rusi. Peskov ka deklaruar, nuk presim rezultate të menjëhershme. Trump sulmon përsëri guvernatorin e Kalifornisë, i paaftë mbroj shtetin nga protestuesit. Eci më tej. Rusia do të testojë NATO-n, shefi i inteligjencës gjermane, do dërgojmë të vegjëlit e gjelbër në Estoni. Në 2025 bota përjetoi majin më të ngrohtë të regjistruar ndonjëherë. Në Groenland akulli u shkri 17 herë më shpejt. Kina humb dragojin e egër, avioni luftarak modern bie në xhunglën e Myanmarit. Mirë, është një artikull i shoqëruar edhe me foto, nëse do ta klikoni në rubrikën nga bota. Ndërkohë ecim me një tjetër lajm, Bashkimi Evropian dhe India duan të thellojnë marrëdhëniet mes tyre. Ushtria ukrainase njofton se ka goditur fabrikën e barutit në Tambov. Itali. Vrau bashkëshorte në sy të fëmijëve. Lulzim Toçi merr vendimin e fundit në qeli. Pra ka kryer vetvrasje. Aspirantat e Ukrainës, Gjanaj ka deklaruar në një intervistë për Euronews, është e pamundur antarësimi në NATO nëse vendi ndodhet në luftë. Kryeministri i Polonisë Tusk do të kërkojë votbesim. Bashkimi Evropian po përgatit paketën e re të sanksioneve kundër Rusisë, von der Leyen jep detajet e mëtejshme, përqendrohet në energji dhe në financa. Pra, paketa e sanksioneve përqendrohet në energji dhe financa. Ecim me një tjetër lajm.
Po në rubrikën nga bota, moment historik, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar arrin marrëveshjen politike për Gibraltarin. Qeveria izraelite në krizë, partitë opozitare paraqitën projekt ligjin për të shpërndar parlamentin. Shpërthim në një udhëzim patriotike në Iran, 3 të vrarë dhe 10 të plagosur. Mirë, me këtë lajm e kemi mbaruar në fakt edhe lajmet nga rubrika nga bota, teksa do të shkojmë në një tjetër rubrik nga ekonomia. Çfarë po ndodh sot me monedat e huaja? Ja me sa po blihet dhe shitet dollari, por edhe euro. Ndërkohë kemi edhe një intervistë ekspertit Klodian Muço, ekspertit e ekonomisë në Ora News, i cili thotë ka akoma njerëz me çelësa në dorë që i japin dhoma 50% e turizmit në informalitet. Bergner, Gjermania është partneri më i qëndrueshëm i Shqipërisë, 1.2 miliard euro investime. Ndërkohë është një tjetër artikull nga rubrika Ekonomi, shoqëruar edhe me video, u thot kumbaro nga konferenca e OKB-s, Shqipëria model për mbrojtjen e mjedisit detar. Plazhi i Spilles, një tjetër perlë e Bregdetit ton. Pak i folur në fakt, por që është e vërtet. Dokumenti kulla e vrojtimit në Ksamil, Tanagolli i FSHZ-s i jep Xhavit Ismailit tenderin 5.5 miliard euro. Garancia rinore 63.5 milion euro për punësim dhe arsimin e 60.000 të rinjve. Është një investim që me sa duket do të bëhet në punësimin dhe arsimimin e të rinjve. Ecim me një tjetër artikull, po në rubrikën nga ekonomia, Anasteliu, vitin e ardhshëm organizojmë për herë të parë festivalin e shkencës. Seiko, Banka e Shqipërisë ka ofruar praktikat me Bashkimin Evropian për t'i paraprirë integrimit. Cikli i ri i emigracionit pa arrin kulmin, të dhënat e Bankës së Shqipërisë ngadalësohen prurjet e emigrantëve. Mirë, është ky artikulli i fundit në fakt që ne lexojmë në faqen nga ekonomia. Teksa ecim me një tjetër rubrik në këtë moment, shkojmë në rubrikën nga sporti. Ku në fakt ditën e djeshme ka patur debate të shumta për sa i përket ndeshjes mes Letonisë dhe Shqipërisë. Tani e thot edhe FIFA, Shqipëria e Silvinjos kthehet në nivelin e asajt Edirejas. Konfirmohet nga Federata Serbe. Aleksandar Kolarov pranon ofertën e Interit. Tuchel, pas humbjes nga Senegali, sjellja e skuadrës si pëlqeu as në nësime. Jemi në rritje, është një tjetër artikull në Thonjza. Gazetari ironizon Silvinjon. Rritja e vetme është çmimi i biletave. Mirë, ecim edhe në rubrikën e fundit nga kultura.
Gazetari Alfred Peza sjell romanin Diamanti, një univers ku realiteti ndërthuret mjeshtërisht me element të realizimit. Forcimi i bashkëpunimit kulturor Shqipëri-Itali. Delegacioni i Mekë zhvillon vizitë në Muzeun e Macit në Rom. Epoka e superintelegjensës ka ardhur. Krijuesi OpenAI e zbërthen. Thesari në det, studiuesit deklarojnë në anije San Jose, që u fundosë në 1708, ndodhen deri në 200 ton ar dhe argjend. Të shohim edhe pak se çfarë ka në brendësi të rubrikës kulturë. Vizitë kaqësore e kryepiskopit të Shqipërisë në Patriarkën Ekumenikuke. Projekti i ri, hapësirë memoriale multifunksionale në vendlindjen e Fishtës. Mirë, i kemi lexuar të gjitha rubrikat në oranews.tv, ndërsa e kemi mbaruar tashmë pjesën e parë të leximit të informacioneve kryesore në webin e Ora News. Dhe dal nga dal do t'i rikthehemi edhe ditën e sotme telefonatave tuaja. E kam një telefonat parë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Zoj. Po? Të shlushi Shkodrës. Që kjo? Më thoni. Na kanë rënë do të keqe vaj motor se. Dikur kur deshte me hap kishat. Po? Më thonë organizoj lushta, organizoj sa një organizata që të koni sa në kishta me të kisha që në mjetë. Shku mjetë me gruve me tonë lojgjën e me tonë katonin me shku me kishlatit me fillu kishen. Po? Dhe na të në difia, dhe na të në dresën me na qitë para popët. Ai që më tha mu me shku në kish, erda i thash, se dojnë me na qitë para popët dhe të një, sa po, tash pa ju merë veshtën me to. Pasha zotën një këta, kur e konë mush, ta të vinet hinë nën sjetu, ta të vinet borin në krah, kur konë ne 50 vetin, pasha zotën shërbim popullit, pasha zotën, pa ta thonë të herë, shërbim popullit në ko. Ku për popullin dorë kuj faro. Se kush rrenë, se që ban e ka dzojnë faktet. E ka lëshu uinë me shku në det, me që me të rinët e kanaleve, ku kullosin baktia, ku hornë baktia, do të mi u bo me agjinator, u qitë me pi ujë, me krah me zjarë për i kanali, sa bo kanali, 2 metra për mi kanal ka dojnë bori e kohën një ferra, e nuk kohën ku pin ujë, baktia më i zoj, ka që kanë që këtë vëndë, këtë grëtë, këta raportojnë një këra qilë kanolit. Unë nuk e di si a qilë kanoli, kur kanoli ka kalu bori mi rrugë molle. Unë nuk e di sfera mi rrugë molle. Unë që që ho me dhisë, ka e di gërdishtin kash, ka kaloj. I kjo është historia popullë qëtorë. Veç pashat molle në zëtë. Se kam mënd edhe në më fuqin zjollë në tokë, pashat ka ishtin, se kam mënd me nëllë guen dhe që të ndolin shpirë dhe po kunizu popullë qëtorë. Popullë qëtorë se po kuri dhe drejtet veç po drejt, me shkut dirrisht e fito. Kanë shkut e Sudja, kanë shkut e Langfili, popullë shqiptari tu ka shku. Në kjo se ko në gazetor botet, se thash di që dje feministin e bujqis, që se s'ka drita, që s'ka drita sët. A kena dretna, a i kena mjetët në shpi. Alla ata 80% e funizojnë, se 200% nuk e funizojnë. Se dore ndo rajnë, thët, ma ka vu 220, 220 që shkrinë morë në hetësi. Po që afit të morë, po 30% po, ose 5%, ose 6%. Vëmë vehet këndi, po jëtë 220%. Po 220 dhe ka fut janë i glishti kajtë bëj. Që bojnë damar, që rajnë damar? Apo janë bastota e dojnë me mytë
shukaron që s'ka buk me hëngra, s'ka ujë me lak bimin, as ka shëndetësi me shku të shëndetësi, as ka rrugë me shku të shkolla, as ka kur isha në zët një tokë që ekziston këtë tokë këtë vend. Alon populli mas duhet ma ku për rrashtu duhet kuj kena ro. Na kena ro man ba keq se nduhet turkut, e man nduhet keq se nduhet italianit, e man nduhet keq se serbi. A din tja, po se din e fije më i zoj. Hajde më i shefi, hajde më i kontrollani. Bine mërë studien të do unë se flasi shtu si flasë për. Spes kanë mërë për drejtën teme, për shpirtin teme, për jetën teme, ku të më shku. Ata të rrimë më kështu maj, ku jeni më i rinjë që, po, morin shpirtin ta, haru në fortë më spini kafe në dorë të në, haru në klubet e të në se kanë bo kafe, e zile, e qesin e shesin, pra da kanë bo si kronët që den fabrikat e ronës, që sa ka fejtë shpirtet, asa hanë rria, asa hanë fill, asa hanë kërkur. O zoj, pas të kanë, o ka stanë thamë, në kanë bo lang fill e kanë bo shqipnin ta. E më bërë halal, lushit, rushit jam, da lush dema, se unë lush dema, kam po, lush dema, te spaku kam nevoj për ty, ba me mrit me shku, mësh me më qu, ty të lumë se pasha zotës, kam nën me nërë, gazepin për to. Zotëri, ju keni shumë të drejtë në të gjitha hallet që në fakt i adresoni. Pasha kytet të smive se di një, pasha kytet të smive se di gile no, se di gile, se vesenim, se di kur ishtë me në të zëtë, në këtë vend, me tonë këtë dektori. Me tonë këtë dektori se kam kur ishtë mëj. Pse, ku sham unë, te kam bronë, aty ku po të nevojnë, qove të mu me hapë kishat, për me mlu bës tuja, me nërë me thonë të i teti, po shkë ishtin falë. Po shkë ishtin falë. Ku të eshtën me mlu edhin qunë, me më ra policia në mjetë. Atë më qunë e mu me fillu kishen. Për me më shë, historinë dhe veta për sësine si kalbokta. Po jam e së kanë, ku të kishash, një ata që kanë pushkatu prishtat. U kanë bërë të shvitar dhe i kanë pushkatu i kërranu. Jo me shkuj trupin me kava moj. Një pitem, hilë gjerdionit. Ja ti dëm një këtë bërdoj si, ja kanë ndru e emni në kanë ndru. As baba, as nona, as qështë s'ke kanë. Pa një për moj. Ju kuptoj, zotëri, ju kuptoj edhe të gjithë zemrimin që ju keni, por deri diku këto janë hallet edhe të një pjesë të qytetarëve shqiptar. Unë ju falenderoj për telefonatën tuaj. Ta prit zotë rrezikun. Pa zotin me veti. Ti e studja jote. Më faleminderit. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare. Mirë, pas hapësirës publicitare ne jemi rikthyer sërish në ora juaj dhe mirëpresim telefonatat e radhës në 2 numrat e telefonit. Mund të telefononi që janë shfaqur në ekran dhe që unë do t'i them në këto momente 68 60 54 639 dhe 68 99 00008. Por po ashtu mos harroni edhe Instagramin personal të Klodi Karajt, ku mund të shkruani për problemet që ju mund të keni dhe që mendoni se mund të zgjidhen duke kontaktuar drejtuesin e këtij emisioni Klodi Karaj, edhe pse sot jam unë. Mirë, nuk e di nëse kemi një telefonat të radhës. Akoma, presim edhe pak, derisa telefonuesit të zgjohen, të përgatiten, t'i bien telefonit dhe të mbërrin në emisionin Ora juaj, ku data shënon 12 qershor. Është e njëjtë. Nuk e di nëse keni bërë plane apo jo për fundjavën. Ata që kanë bërë. Gjashtëdhjetë e 8, 60, 54, 639 dhe 68 99 00008. Janë 2 numrat e telefonit ku ju mund të telefononi për të bërë pjesë e emisionit Ora juaj. Këtu në Ora News jemi live.
Derisa të më vi një telefonat e radhës për ditën e sotme. Me sa duket se pas kanë me qef sot me telefonu dhe ndoshta me tregu shqetësimet e tyre. Nëse ka shqetësime, të shpresojmë që të kenë sa më pak shqetësime, sepse duke patur sa më pak shqetësime, sigurisht që jemi edhe më mirë si popull. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni? Urime për emisionin. Po, faleminderit. Jo, unë desha të gjithë du me thonë, po kam bërë njerë dhe kam folin një me Klodin si pun debatit vogël. Klodi lavdon me gazetarët të huaj, unë e thësha gazetarët tonë janë më të mirë se gazetarët të huaj, o Klod. Kemi gazetarët të mira, kemi dhe gazetarët të mirë. Klodi, si thoshte Klodi? Pa dhe ata janë të mirë dhe të pra. Janë edhe ata shdo me i pa më shumë, e thashun. Unë dua vetëm gazetarët shqiptare, gazetarët dhe gazetarët shqiptare. Po pse Klodi, cili ishte mendimi i Klodit? Urdo? Cili ishte mendimi i Klodit? Nuk t'i jo. Nuk ka problem, mirë. Të falenderoj për telefonatën dhe për vlerësimin që keni për gazetarët në Shqipëri. Faleminderit, të uroj një ditë të mbarë. Ka nga qytetarët në fakt ka tema interesante teksa telefonojnë dhe hapin një debat. Ka bërë një debat me Klodin, tha telefonuesi i mëparshëm. Me sa duket Klodi ka vlerësuar gazetarët e huaj dhe telefonuesi ishte duke thënë që gazetarët në Shqipëri janë më të mirë se ata të huajt. Por ne kemi edhe gazetarë të mirë në Shqipëri. Ti themi Klodit, ashtu si kurse janë vlerësuar edhe me çmime, her pas here, për punën që ata bëjnë, për kontributin që ata kanë dhënë në media. Në fushat të ndryshme, gazetar investigativ dhe jo vetëm. Mirë, nuk e di nëse kemi një tjetër telefonat. Dita e djeshme në fakt ishte e zjarrt për sa i përket telefonatave. Ishin telefonatat njëra pas tjetrës, ndërsa sot si e ende që është, ndoshta janë duke bërë planet të tjera. Mirë, nuk e di nëse kemi apo jo një tjetër telefonat dhe sigurisht ju kujtoj edhe një herë të gjithë shikuesve dhe dëgjuesve të Ora News në 68 60 54 639 dhe 68 99 0008. Yes. Mirëmëngjes. Si e? Mirë, juve? Si janë familja? Edhe familja shumë mirë. E shqyrë. Jeni Ora News? Ne jemi Ora News në ora juaj. Unë jam nga Baramshuri. Po. Edhe pata vetëm 2 fjalë me folë, asnjë gjë tjetër. Të falenderoj shumë edhe për 2 fjalët që ju telefononi dhe për të thënë. Ja, falenderoj. Ju uroj një ditë të mbarë. Edhe juve. Përshëndesim në fakt të gjithë telefonuesit, sepse duhet vlerësuar faktin që ata e marrin mundimin për të përshëndetur shikuesit e Ora News, stafin dhe jo vetëm. Ne presim një tjetër telefonat.
me sa duket nuk arriti dot të qëndronte në linjë telefonuesi ose telefonuesja e radhës derisa të vijë një tjetër telefonues. Do të jemi së bashku deri në orën 8:50 në emisionin Ora Juaj. Unë do të jem sot dhe nesër në drejtimin e këtij emisioni. Pasi ka filluar vera dhe sigurisht që Klodit I duheshin disa pushime për të relaksuar, thot ai. Mirë, nuk e di nëse e kemi apo jo një tjetër telefonues. Në pritje, po patjetër në pritje. Në pritje të telefonatës tuaj, në pritje të asaj se çfarë ju shqetëson, se çfarë keni ndoshta Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve, nga telefononi. Nga Luqi. Po, më thoni. Dhe mora për të përshëndetur. Ju falenderoj shumë që edhe për problemet që kemi. Pse çfarë problemesh keni? Po. Tensionet shumë të vogla, çmimet shumë të larta. Ishte shumë premtime gjatë fushatës se u prim me kaq një I doli si mbas radhës. Po dale se sapo ka mbaruar zgjedhjet, kështu që duroni pak se ndoshta edhe do mbahen premtimet. Do të pres. Mund ta ulni pak zërin e televizorit, ju lutem, që të më dëgjoni nga telefoni dhe jo nga televizori. Po. Ne jemi pensionista, sa mund të presim? Do e presim akoma vitin 30, edhe të marrim pensionin drejt pak dhe... Sa pension merrni ju, zotri? Ne bujfrobër jemi, bujqë jemi, aqe kemi 130.000. 130.000? Po. Çfarë mund të bëhet me këto? Çfarë bëni me 130.000? Vetëm ilaçet. Edhe ndihmat që na vinin nga jashtë dhe ata na I reduktuan. Jo se na I reduktuan fëmijët tanë, po na reduktoi banka, nuk e di se si, të çfarë I bën. Na dërgonin nga 100 euro, merrim 140.000 më shpara, tani marrim 97.000. Dhe mi thuj. Dhe me këto nuk din çfarë do bëjmë. Kështu që mirë pensionet e ullë, por na pren edhe ndihma me I gjysmuar, 40% ullje. Nuk e di se si do vejnë alle. Ashtu si ka shkuar deri tani, zotri? Po të gjithë premtuan, gjithë ato premtime thamë do bëhet nami, do shkelim tani po tha ndaham me lumë Floriri, që premtuan. Nuk e di, si çfarë do bëhet me në pensionistë. Vijojmë ende të besojmë që do ham me lumë Floriri, kështu që vazhdoni edhe ju të besoni, vazhdojmë të presim. Vazhdoni të prisni, dhe kush ju dërgoj 100 euro, I thoni t'ju dërgojnë 200 në mënyrë që të mbahen jo 3.000, por të mbahen 6.000. Po. Një ilaç I cili nuk rimbursohet, ai rimbursohet, por do të thonë që rimbursohet, do të heqësh insulinën. Jeni me diabet? Po.
Edhe diabet, vetëm mem, ti ke nevojë për të ilaç sot, po të qesim insulinën, duhet përdorish te, dhe duhet përdorish kokra, po të dëmtojnë veshkat, po të unë se qanë nga trojnë që çfarë i kanë bërë, vetëm se dëmtojnë shtetit, po t'i meni të dyja këto ilaçe. Pra ju jeni me insulin? Po, me insulin, dhe atë ilaçi, ai ilaç dhe vetëm ai për 50.000. Ilaçi Ranexit që rimursohet se për 70.000, kanë gjenë një ilaç tjetër I cili doktorët tonë që nuk e ka efekte. E kuptoj. Ilaçi Ranexit që jepesh për zemrën, prapë dhe atë kanë dhe një ilaç tjetër. Se çfarë do bëjmë nuk e di. Ç'ju themi ne? Me këto kushte, duke përdorur këto ilaçe, ne do presim vitin 30. Po mirë është. Do marrim, unë kam bërë një fotokopje të një pasaporte europiane dhe ditë për ditë e hedh në ujë atë pasaportën në pina I që pasaporta e fotokopjova një pasaporte e bëra. Edhe ditë për ditë pi nga pak nga ajo pasaporta europiane, edhe më bie shumë diabeti, më ule tensioni, nuk e me atë kënaqemi. Po pim pasaportën europiane. Po ja pra, me pasaportën europiane do keni mundësi që të udhtoni, do keni mundësi që të merrni ilaçe ndoshta më të mira, do keni mundësi që të takoni. E kanë bërë dhe në formë të nuskave, ka thënë te Azteku, edhe po kënaqemi. Të falenderoj për telefonatën. Faleminderit dhe juve. Ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit dhe juve. Mirë, kanë halle të ndryshme në fakt pensionistët dhe duhet ti mirë kuptojmë, edhe pse ndonjëherë e marrim me sportivitet dhe me qetësi, duke mos dashur t'i rëndojmë më shumë, por që nuk kemi ç'të bëjmë. Kjo është Shqipëria, ku në fakt pensionet e tyre janë shumë të ulta, që është e vërteta. Mirë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Po. Mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zonja gazetare. Mirëmëngjes. Zonja telefonuese. Ju përshëndes në qytetin e Vlorës. Vlora gjithmonë është prezente. Sa herë që e kam bërë këtë emision, gjithmonë Vlora është prezente. Vlora, Lushnja, Tirana, nuk e di. Ka qytete të cilat. Një bërë këtë vogël, tani në fas përmbaroj dhe po telefonoj. Shumë mirë bët që telefonoj. Unë sot gazetari dua të përshëndes se unë këtu në këtë ekranin e bukur të Ora Newsit nuk I ndahem. Kam vite që telefonoj, më pëlqen, jeni staf shumë I mirë, edhe më pëlqen shumë dhe dua të uroj sot, kam 2 nipçe të vegjël në Lushnjë, 1 3 dhe 1 1. Ti keni me jetë. Sot dua të përshëndes me gjithë shpirt nipin tim të vogël të djalit, Loget Kalo. Ai sot na bëhet 1 vjeç dhe nëna Mizi po duron sa të vinë Lushnjë. Të ketë jetën e gjatë, 100 të bëhet dhe me gjithë të mirat. Shumë faleminderit dhe juve ju vas mbar, se jeni shumë e mirë. Faleminderit shumë dhe t'ja kaloni mirë në ditëlindjen e nipit tuaj. Shumë faleminderit. Udhtim të mbar deri në Lushnjë. Faleminderit edhe një herë telefonueses që në fakt kishte ditëlindjen e nipit, bënte 1 vjeç. I urojmë 100 të bëhet me të gjithë të mirat të rritet. Dhe mi presim telefonatën tjetër deri në Mirëmëngjesi. Gjo këtu. Më thoni. Ne kemi dalë pension se jam I datëlindjes 61. Po që urni që doli vetëm për këto që dali tash nga notë treshje të poshtë në humën në të vitet e kooperativës, kemi drejt I kërkojmë ne? Po, mund t'i kërkoni, mund të bëni kërkesë në institucion. Po të thonë që nga këte, ne që kemi dalë jo? Edhe një herë të lutem. Si, thonë? Si? Kam dalë pension, kam 3 vjetë. Po. Mu më kanë humë vitet nga 84 deri në 93, 92. E kuptoj, po. Tashi unë kam dalë pension, legët I marë. Këtu ky urdhër doli që kush ka punu në kooperativ dhe merren urgjentisht. Po pse si bëjnë letrat ne ato?
Me dhënë të drejtën për këtë duhet të pyes nëse mund të bëni një rikërkesë në mënyrë që të bëhet një rivlerësim i pensionit tuaj për vitet që juve nuk ju janë njohur përpara viteve 90. Po di që me po një vit që mra goje mra, pa ata thonë që ka thonë për këto këtej. Po qysh po ne, që ishim neve, që i punumën e nuk i morëm. Ndoshta duhet të dalë ndonjë tjetër nen e ligjit që t'ju përfshi edhe juve. Ligji një vetëm këto, pa e ne. E kuptoj. Interesoni ju që dini aty që prisni poplin, interesoni. Po patjetër. Do interesojmë dhe do ju kthejmë një përgjigje në ditët në vijim. Hajt pra. Të falenderoj. Nuk e di nëse kemi një tjetër telefonat, e mirëpresim këtu në ora juaj. Mirëmëngjesi. Ende nuk e kemi një telefonat, një telefonues ose telefonuese. Por ju rikujtoj që ju mund të telefononi në 2 numrat e shfaqur në ekranin tuaj, por po ashtu sikurse e kemi thënë, në Instagramin privat të kolegut Klodi Karaj. Numrat e telefonit janë 68 60 54 639 dhe 68 99 00008. Me sa duket ka ardhur një telefonat e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si e? Mirë, juve? Mirë. Nga telefononi, po? Për këto kredite buta. Po? U lexova dje që ka dalë edhe ajo e tyta edhe nuk e di tani ku mund ta shikoj. Tash ndoshta mos keni marrë ju një informacion. Jo, me thënë drejtën nuk e di se për çfarë, por që po nëse më lini kohë, mund të marrim ndonjë informacion dhe ju ja u bëj me dije dhe aplikojmë në bashki për kredite buta. E ke parasysh? Po, e di që aplikohet në bashki për të marrë. Na ka dalë, tani plotson dokumentat për të dytën. Edhe nuk e di tani, lexova dije që janë për gati a diçka e tillë, po në email nuk na ka ardhur gjë deri tani. Që do thot, ju i keni plotësuar të gjitha dokumentet e nevojshme. Po. Pra që ju nuk keni një banesë në pronësi. Po. Gjitha kriteret. I plotësoni kriteret. Jam familjar, jam i fëmijë të vogël. Keni dërguar certifikat familjare, vërtetim page nëse keni një pagë. Kam bërë 2 dokumenta që nuk kam pronë mbi veten, kam edhe që nuk jam debitor në shtet asgjë kundi, domethënë të këto. Im gjitha inshallah tani. E keni bërë aplikimin online apo e keni bërë në zyrat e bashkisë? Dhe sa kohë keni? I kemi plotësuar dokumentat edhe i dorëzua me post. Tek shpjegimi të bashkia, ti dorëzoni me post. Në lidhje të komisioni i shqyrtimit, atje ku nga që dje lexova që kanë dalë tani, po kanë dalë emrat fitues thoni ju. Po, kështu dëmova, po nuk e di tani tash. E kuptoj, jo, nuk e di, duhet ta lexoni artikullin se kush është emri fitues nëse keni përfituar apo jo. S'kan dalë emrat, vetëm thot aty që është aplikuar, thot kanë dalë to emrat gjitha edhe nuk e di tani. Ja të pyesim edhe ju kthejmë ndoshta edhe një përgjigje nesër. Të pyesim se si qëndron e vërteta. Se çfarë edhe thot pastaj se keni kapur në kohë. Se keni kapur në kohë. Po, e kuptoj, ju mirë kuptoj. Përderisa i keni bërë të gjitha procedurat dhe i plotësoni të gjitha kriteret, patjetër që ndoshta do keni edhe një përgjigje pozitive, kështu që ju njoftojmë edhe nesër ose në ditët në vijim për të marrë një informacion më të saktë në lidhje me këtë, se si qëndron. Ju falenderoj për telefonatën tuaj. Mirë. Nuk e di nëse kemi kohë, po mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Më thoni.
Unë jam një zonjë nga fshatët të Durrësit. Po? Unë kam qenë një shpërndjekur politik. Po? Në vitin 1900 se nuk jam gjenë të një në zemë shmuar. Në një bëlletën, unë kam bërë një dokument dhe kam qukëm në si drejtësisë. Jam në dosje të vënora. A ka një haber se kur hapës një diçka për ne për dosje të vënora? A mund të njëri një diçka një ndihmë i përgjigje? Nuk di t'ju them sakt, ju dëgjoj. Por me sa di, ende nuk janë shërtuar nga autoritetet përkatëse. Dhe ndoshta janë duke kalkuluar, duke bërë të gjitha mbledhjen e dokumentacioneve të nevojshme në mënyrë që të shërtohen të plota. Ashtu si duhet. Po. 2011 sa i bjerë, se nuk jam gjenë në me thonë. është i bjerë 12 vjetë apo ja? Edhe një herë, të lutem, se së të dëgjova. 2011 të një kam dërzuar. Po, i keni dërzuar në 2011? Po, kemi në si drejtësisë. Edhe kam shkuar atje, më kanë thonë që ti e në sistem, pa akoma nuk ka dalë urdhrit për të dosë të mënuara. Pa ka ne bajmë në diçka? Ende asgjë, prandaj ju thash që janë në shërtim, janë duke u shërtuar. Nuk e di nëse më kuptoni. Po, si më të saj, pritë diçka për ne? Edhe një herë? Pritë diçka për ne, për dosë të mënuara, pritë diçka? Do shërtohen, pa tjetër që do shërtohen, ashtu si kurse është, por që ende nuk ka mbaruar procesi i shërtimit të dosjeve të vonuara. Faleminderit zemra ime, është shumë mirë, po Klodin ku e paskim? Klodi ka fluturuar jashtë vendit për disa pushime. Është mirë, më shëndet për familjen. Është shumë mirë, në momentin që është me pushime, është shumë mirë. Atëherë edhe juve je si shpirt, të uroj emision të mbarë. Faleminderit, edhe unë ju uroj një ditë të mbarë. Qofsh mirë zemra ime. Faleminderit. Mirë, ne shkojmë në një hapësirë publicitare në këtë moment. Mirë, jemi rikthyer sërish pas hapësirës publicitare në ora juaj në pjesën e tretë të emisionit. Mirëpresim telefonatën e radhës me njëherë pa humbur kohë, ku në fakt të rikujtojmë edhe njëherë numrat e telefonit në 68 60 54 639 dhe 68 90 00008 dhe në Instagramin e Klodi Karajt. Nuk e di nëse kemi apo jo një telefonat të radhës në fillim të kësaj pjese të tretë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kam qesh përpara zgjedhjeve ke redaksia juaj kam pru një kërkesë atje për kam një job. Job nga? Nga bashkia, sepse më ka kalu afati ndërtimit. Kam bërë një shtesë, kam bërë një kërkesë që kërkoj shtyrën e afatit dhe më kanë vu të kanë vu job. 1 milion. Po? Do ta paguaj, do ta paguaj. Ju kërkesën ku e keni bërë tani këtu te emisioni Ora Juaj? Jo, kërkesën ka marrë redaksia se e kam pru fotokopjes, më kërkoj andi ato fotokopjes që kam bërë kërkesën e këto gjona dhe tjera. Po ta verifikojmë edhe t'ju kthejmë një përgjigje. Po bërë një 4 muaj për patë mundësi. Kam dhe një tjetër, kam bërë një shtesë kati, dhe akoma nuk kam morë atë letrën e afatit, shtesës katit. Leje. Kjo ka një 4 muaj. E kuptoj. Një emër të lutem? Ismet Izeti. Po. I ke edhe këto, atje në redaksi keni, fotokopje dhe këtyre. Po. Të falenderoj për telefonatën. Edhe unë gjithë të mira paqe. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë, mi presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mund të ulni zërin e televizorit dhe mund të më dëgjoni nëpërmjet telefonit,
Sepse nëse më dëgjoni nga ekrani, atëherë nuk do kuptohemi dot bashkë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga telefononi? Po, nga Elbasani. Mirëmëngjes Elbasani. Jo nanën tot. Më thoni. Unë kam një vllaz që është në ndihmë ekonomike. Po. Po, unë si kuptoj të shkoj dje atje për të marrë pës që ka ardhur ndihmë ekonomike, po jo. Mosa e vllajt është 64 vjeç për pension, punë gjanë s'ka. Ai merr 20.000 lekë atje. Po. Edhe shkoj atje se nuk është në sistem. Po pse i thash unë? Po kështu është ligji. Që që ka ligji, kur ai firmon si dokumenta, gjana, gjitha, edhe kur vjen puna, lek jo. Se të haja i njëri. Këtar, po më thoshte jo 6% e merë në telefonat të zonjën që banë, që merë ato. Edhe thoshte ajo, kështu është ligjin edhe aplikojmë herë në vit, ku di unë si kuptora fare. Edhe kur i thash vllajt, ku ti gjitha ke kazanat e plena dhe sa ti ke? Ju keni, edhe njëherë, ju keni aplikuar për të marrë ndihmën ekonomike për vllajin tuaj? Nuk e ka marrë asnjëherë? Ai e ka marrë dhe kjo shkëputet ky muj. Ku di unë që ligji u shkëput ka i muj, ka mujin tjetër po. Po të shkuptim, thashën, njërë dhe vdesi janë i danjallët, e thashën, që ke ka kjo të mosha, e keqe, unë jam 7 vjeç, jam e insulina dhe janë, nuk mundem të ndihmoj dot. E kuptoj. Me ku ti qenë në që që ka ligji të në Elbasan, ke 6% si se është ajo, unë prapë si kuptoj, kam ndihmë ekonomike, kështu, jo 6%, jo për ku di diçka tjetër që unë prapë nuk e kuptoj. Nuk e di. Do interesojmë nëse jepet aktualisht ndihma ekonomike apo jo? Po, i me duhet jepet e birë se që ka gjithë shumë. Që ka që rritë në vaj para bu, pa ja, 64 vjeç, i vetëm, ashtë i divorcuar për 25 ditësh. Nuk e di që të them, që ka rregull këtu në Elbasan, nuk e di ashtë në gjithë, ligji për gjithë, që u shku... Po, pa tjetër që është për gjithë. Po, që ka kjo kështu? Që ligji që ka kjo? Në votum të manë për të në bukë, nuk di që të flasma. Nuk di që të. E du një përgjigje, s'kisha fuqi tikja këtë drejtorat atje, këtë bashkia, prapë në atje s'kapen e nënë. Keni shumë të drejtë, por që duhet të interesojni edhe njëherë në zyrat përkatëse. Për zyrat përkatëse, ajo është Laura quhet ajo gota që është ke dogana. E kuptoj. Edhe Laurën e kuptoj, ndoshta t'ju sqaroj edhe pak më shumë, Laura. Laura sa kështu kemi ligjin, sa shkëputet i herë vit, ajo sistemi, jo kështu. Pa i firmosi për me mirë, për firmos tjetri, do të marrë pagën, apo jo. Kështu është, që shika e kush kanë kjo paga ti? Që janë më rëbirë, 20.000 lekë. Me gjithë lekë të dritave që ja pagujmë dhe mblidhemi gjithë, që të shofi dhe i dritë, që mos njët keqë. Nuk ti që të thë. Të them të drejtën edhe unë nuk e di se si funksionon nëse duhet shkëputet apo jo, përse i përket një vit dhënia e ndihmës ekonomike dhe se si do të operohet më pas, por që do pyes dhe do interesohem dhe do ju kthej një përgjigje edhe ndoshta në minutat ose në ditët në vijim. Të falenderoj për telefonatën. Rrafshtit ke qenë qofsh mirë, Zoti dham për edhe juve. Faleminderit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni. Doja të thoja. Po. Unë nuk flas nga Elbasani. Po. Edhe kam qenë dënuar në Shqipëri. Po. E kam kryer burgun në Gjermani, burgu shqiptare.
Për llogaritë të dënimit që ke marrë në Shqipëri. Po. Po? Është aprovuar nga Prokuroria e Elbasanit, Prokuroria Përgjithshme dhe Ministria e Drejtësisë e vitit 2014, që ta kryej dënimin në Gjermani, se Gjermania nuk më depërtoi. Po. E hodhi poshtë kërkesë shqiptare për Interpol Tiranë. Po. Vetëm të lutem, ule pak zërin e televizorit që të dëgjoj pak më mirë. U detyru para shqiptare që ta çoj ta paroj kërkesën e Gjermanisë që të njohë dënimin ta kryejë në Gjermani. Po, e kuptova. Edhe e kryet burgu në Gjermani. Dënimi në Gjermani me marrëveshje ndërkombëtare, sipas gjitha marrëveshjeve. Gjermani 15 muaj para dënimit me dha kusht 15 muaj. Do të bëjë 6 vjet burg ishte dënuar me 3 veta me 100 gram drogë 22 vjet. Sa vite? Sa vite dënim kryet? 6? 6 vjet e 4 muaj. Po. Për llogarit të Shqipërisë, nga 7 vjet e gjys, edhe Gjermani më deportoi mua. Edhe në Rinas, jo i eksaduar, jo kështu me pranga me gjëra. Po. Që e dirë, mos shkeni Gjermanisë dhe bëjtë diferencë dhe bëjë Gjermani, jo. Po. Që ose dhe shkile Gjermani, në Evropë si se problem. Vinë në Rinas, figuroja 7 vjet e gjys. Që s'kishe kryer dënimin? Marrë sur me qunë firë. Po? 7 vjet e gjys. Mas 15 muajsh, me urdhë prokurorit të Elbasanit, ka kryer burgu i Gjermani. E mbëllë prokurori, ka dorë nga burgu. Si ka mundësi në një shtet që gjithë prokuroria përgjithshme, Prokuroria e Elbasanit, Ministria e Drejtësisë, ta njohin dënimin, Gjermania u detyrua, i shkrua prokurori gjerman nga burgu, u detyrua i shkroi pare shqiptare, kam lehtatuar Ministrisë e Drejtësisë shqiptare, se me ata komunikoi. Po. Edhe i thoshe që ky person ka kryer dënimin, tha. Kemi marrëveshje të kombëtare, tha. Është jurisdikcioni tonë. Ç'mund ka ky burg? E vazhdish. U detyrua më lëruan ta mua. Kam bërë një stacion kam një vit, e sa, për dëshpërim për këtë. Asë dojë përgjigje nga gjykata administrative. Pare, për kundër se për edhe ide ato që do të paguaj sa lekë që të hapet gjyqi. Masë ja 7 muaj, asë një përgjigje. Unë nuk e di. Juve sa dënim kryet në Fier? Në Fier, në Gjermani, 4 muaj, në Fier 5 muaj, 14 muaj. Okej. Edhe nuk e di tash. Ju kërkoni tani dëmshpërblim për ato vite që keni kryer në Fier? Po pra, se nuk kishe punë të fosin burg më da. Si ka mos që unë i në burg, kërkoj dinamik, e thonë qaktu, që edhe sa vjetë burg në duna, bëja 2 muaj burg firuna, kërkoj 7 vjetë 4 muaj. Bëja 6 muaj burg, isha 7 vjetë. Kur vjetë puna me lërëjnë, unë kam dalë me 6 vjetë i gjithë burg, apërstisht. Si ka mos që? Të tillë prokurori, të tillë shtetja, të tillë gjykata. Ndoshta mos marrëveshje mes institucioneve përkatëse, ndoshta mes shteteve, mes vendeve. Çfarë ka njerëzit? Jo, njerëzit. Unë nuk e di këtë. Unë doja edhe ditë të vazhdoj dëshpërimin. Po, keni të drejtë, por që ndoshta ju dëmshpërblejmë për atë pjesë të dënimit që keni kryer gati 14 muaj në qytetin e Fierit. Kur? Unë do të di këtë. Si ju jeni juriste apo jeni shofer gazetare? Çfarë jam? Juriste? Jo, nuk jam juriste. Unë doja të dija, unë doja një avokat. Se unë masë me kjase me marrëveshje ndërkombëtare, unë do të ikë direkt në Strasburg. Po patjetër ju duhet të konsultoheni patjetër me një avokat. Se si duhet të veproni, që mos i bëni vetë dokumentat, sepse avokati gjithsesi ju... Është pa mundë të marrës një përgjigje, avokati shqiptar thotë dërgënisht procedurat do 10 vjetë, po unë jam me marrëveshje ndërkombëtare. E kuptoj. Bashkë me marrëveshje ndërkombëtare, bashkë me të gjithë dënimin që keni bërë në Gjermani, juve mund të merrni një avokat privat dhe t'ia paraqisni të gjithë problematikën tuaj, të gjithë marrëveshjen dhe dënimin që keni kryer në Gjermani dhe më pas jeni dënuar dhe 14 muaj
në qytetin e Fierit pasi jeni rikthyer sërish në Shqipëri. Mirë, shkojmë në një tjetër telefonat. Patjetër duhet të konsultoheni me avokat në mënyrë që ai t'ju adresoj ashtu siç duhet për veprimet që duhet të kryeni nga tani në vijim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonja. Mirëmëngjesi. Dje dhash një mendim për shikimin e ish pensionistëve kooperativës kontrinore malore, që marrin pensionin 950.000 lekë. Kurse sot jam një mendim tjetër. Janë disa ligje që nuk ka gjetur zbatim të plot. Cilat janë? Dhe që ka futur edhe konflikte. Këto ligjet, si shikoj shteti dhe të ngjej ligje reale. Si nga porosia, e drejtë e pika e fundit. Pra, të gjithë njerëzit që majnë të sasi rroge kaq të madhe, të shkunden në burokracia, mos e lënë kurrish me telefonat që të gjem, çdo gjë me anë telefonit. Jo se telefoni është gjë e keqe, është shumë i mirë, shumë i lezetshëm, por nuk e arrin atë që duhet në kohën e duhur. Për shemb, të marrim certifikatat e pronësisë. Këto janë bëjë 90. E të i sot, bëjë një kërkesë me telefon, do 3 vjetë kthehet. E po teknologjia ka avancuar? Shumë që avancuar, nuk jam kundërshtim. Po, sikur ti pete ka dasha, të tapiti ka dasha gjitha, të regjistruara, të rregulluara, të më thoshte mua ti filan, ke kaq për të paguar, urdhë parat, i mirë të shteti, mos i marrin ata që bëjnë seksera tani, e që bëjnë të bashkive që janë këta, dua kaq do të vete një, për të bëjnë një dokument, për të vete 4 milion. Tani çfarë është kjo? To pse mos i marrë shteti? Pra, është një diçka që këto shkoj direkt të shteti dhe unë marrë dokumenti. Pra, mirë për shtetin, mirë dhe për mua. Ja dyhet barabarta. Ju thoni që unë paguaj dhe marrë shërbimin që më duhet, por që e kryej aty për aty, ndërkohë që teksa aplikoni online është ndryshe dhe duhet të prisni. Atë që do më japi kadastra. E kuptoj. Dhe kjo është jam me mira të mirave. Pra, kadastra të përpunoj, se ka plot çdo rreth ka kadastra seja, ti bëj, ti përgatisi, edhe numër të telefonit dhe në atin telefon, do të ja dhe me që dhe dhe prosis, dhe ka që për paguar. Unë po duhe marë, pa se po duhe alë shtetit. Si ta kem gjepin. Edhe nuk kemi asë solati, asë në telefon, asë për shpira, asë për katandira që për gjenë. Dhe treta. Kam filluar të, jo kam filluar, po e si kam ziliq, që njerëzit duhet që si banesa i qojtë e një firmë. Nuk jam kundërshtim me ligjet e shtetit. Këto agjensit, po. Të këto agjensit? Por, a kontrolloj të agjensit se sa i shpje një shpibanimi që ka vajtëm me mira ero të ashtë për të ma një tërtes. Se ata ingresë, a i mund të japi shtetit. Por ama shtetit nuk e di se sa kjo ka marrë. Qa ka për pasaj me mua. Se dhe kjo se një shpi për 7.000, a i ka shkoj 100 metrë 50 metrë katërore. Ka që kush e kontrollon? E kontrollon gjepja të gjepte, apo gjepja të që fiton, apo e me shteti. Pra kjo duhet jetë me një tavan çmimesh. Zotri e që vërtet të firmë, po shtetit jetë kaq që mbas vitet të ndërtimi se shtëpia. Në kjo se shtëpia ka 50 vjet. Unë jam i zërdo të amasë pëse halli për të blerë. Pa, shteti a më ndihmo mua si blerës? Jo. Prandaj që shteti do të qoj tavan bi këta agjensi që janë të që vendot, që janë plakë në kanë edhe goja të shi. Agjensi shuan, po, s'ka problem. Po, agjensi. Këto shteti janë 3 gjera, ti përmenda, se nuk mund të zazot me kryeministrin që ka frikë, Allah në arvejtët. Do dhe për ta ka me punë dhe mija, janë punë dhe janë këndërin dot. Pa dhe e them që marrë juve, ti shikojnë këto gjera, ti lesojnë popri në korrizin e ligjeve të kam lapin. Ligjet të danit të sakta dhe kontrolit të sakta. Edhe ne të themi sa mirë, po dhe shteti thot fitolla. Ja këtë barabarta. Nuk kremë që këto shtetit të mua, në majzë e shtet. Po ama që u të zbado pinga pëse një lepër mëse, se pëjtot. Jeni shumë i qartë, jeni shumë i qartë. Respektim të disa gjera nga shteti.
Ligjet, ka janë gjitha. E kuptoj. Çka të zbatim në vit ashtu. Jeni shumë i qartë dhe të falenderoj shumë që në fakt ngritet, faleminderit, ju uroj një ditë të mbar. Ju falenderoj edhe për faktin që në fakt ngritet një problematik që jo të gjithë e njohin në ligjet që nuk kanë gjetur zbatim në vendin tonë, zbatim të plot në Shqipëri, janë në fakt një problem i njohur dhe i shpesh përmendur ndoshta në opinion, në problemet që të gjithë qytetarët kanë. Kjo ndodh për disa arsye, mungesë fondesh, mungesë vullneti politik, mungesë mos funksionimit të institucioneve ose ligjet në fakt që janë bërë vetëm ndoshta, siç e themi ne, sa për sy e faqe. Mirë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Ka rënë linja derisa unë bëra një sqarim të ligjeve që nuk kanë gjetur zbatim të plot. Mirëmëngjes. Jeni mirë. Si jeni? Isha me pyet pak për të ndërzu letrat e pensionit. Po? Të ndërzu pa nuk e di 3 javë. Edhe i kam qua atje në destinacion. Tani mas i kam bo këtu, qytet ku banoj, i kam qua atje në Peshkopi. Edhe tani sot më thot ka një vit mangut nga vitet e punës. Nuk të kuptova këtë pjesën e fundit? Më thot ke një vit mangut, po? Ke vitet e punës. Në një kohë që i kam... Sa vite plotësoni? Po, ke ligji që ka dalë që në 91. Po? Edhe merë Peshkopisë në gjithë, thot ke një vit mangut, thot tani, të del një vit mangut. Në një kohë që unë i kam kontrolu këtu në qytetin tu. I kam nëse. Atëherë, juve sa vite gjithsej ju janë mbledhur? Nga kalkulimi që është bëri të gjithë viteve të punës që ju keni? Unë të burët ishi, po a i mori që të të kishte, i që nuk e kontrollova me të drejtë, i që ke bilet këtë drejtori të që, ja kopstiti aj, me ato që kishte, ta shkoj postoj në posti, shkoj postoj që atje, pas 2 javë që të të me në telefoni të të dalin vitet e punës mangut. Që drejtori nuk e di se dalin vitet e punës mangut në vendin e këtu ku ashtë, për shemë, nuk ka pasi vretje për të, a e ke për asysh. E kuptoj. Si kam nuk të. Po, duhet të gjeni dhe të dorëzoni në fakt ato vite që ju pretendoni se i keni, ti dorëzoni në Institutin e Sigurimeve në mënyrë që të bëhet verifikimi. I patëm quke sigurime shqyqorore. Pra, vitet e punës të deklaruara dhe të dokumentuara. Pra, i keni ju të dokumentuara? Pagesën e kontributeve, vërtetimin nga ndërmarrjet apo institucionet ku ke punuar ose ku ka punuar bashkëshorti juaj? Një gjë mund të një bashkëshorti im ka dalë 78 ka dalë në punë. Edhe ka punu nga 78 dhe i 91. Dhe 91. Atëherë, ju keni 3 javë që keni bërë aplikimin, thatë. Po. Dhe ju ktheu një përgjigje Instituti i Sigurimeve në këto 3 javë? Po, ke një vit mangut. Dhe çfarë sugjerimi ju dhanë për këtë një vit që keni? Ajo sa, o dhe siguracion, o të sej dotën mrapsh. E një siguracioni ku ta pagu ju, këto kam. E kuptoj. Kontributës kam dherë nësi hetu, kam qënë e pakun vetë dhe burri. Po le, po aj vetë në unë pakun kemi qënë, shumë në ndirë sociale. E një ke kontributës mund të adesë unë, mund të më vëtetimi ke pjesë e familjes ku ka qënë bashkë familjar me prindit e vetë, e zojnë të të mori vërtetim. Nëse ju kanë dhënë këtë zgjidhje, pra që duhet të paguani këtë një vit, ose juve duhet të adresoheni tek një avokat në mënyrë që t'ju orientoj
se si veprohet në rast kur ju duhet edhe një vit për të plotësuar vitet e pensionit. Ndoshta ju sugjeron hapat më të shpejt dhe më lehtësues që ju duhet të ndiqni. Mirë, soti, po. Avokati do 1 milion lekë të s'ta bë gjallë avokati, po mirë, faleminderit. Ju falenderoj edhe unë për telefonatën. Mirë, mi presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, juve? Mirë. Folëm dje që të thash për domethënë sigurimet që ka paguar babai vullnetarisht, që më tha Klodi. Po. Që se po flas me Klodin. Kemi në një përgjigje për të bërë një kërkesë keqësh ajo. Them të drejtën, po, më kujtohet. Të them të drejtën, ja kam dërguar Klodit, po s'më ka kthyer përgjigje sepse është me pushime. Faleminderit. Të falenderoj. Duhet presim të paktën deri nga e mërkuraj që të kthehet Klodi. S'kemi çfarë bëjmë, nuk mund ta bezdisim edhe këto ditë që ka marrë pushimet kolegu. Pensioniste. Mirëmëngjes, po. Jam një pensioniste në zonë e Roskovecit. Po? Ju lutemi, na ndihmoni se kemi një javë, na janë tharë të vuzitat. S'keni ujë? Po, pik, kemi një javë, të lutem. E ke zënësur Klodi Goxha. E kam, po përpiqem edhe unë të bëj ndoshta diçka për të gjithë telefonuesit në ora juaj, por nuk e di sa mund t'ju ndihmoj, le të shpresojmë që institucionet përkatëse ta dëgjojnë telefonatën tuaj dhe në fakt të kryejnë veprimet e menjëhershme pasi jemi në 2025 dhe është e patolerueshme në fakt që një zonë si Roskoveci të ngelet pa ujë të pishëm. Po sot dhe ne kemi patur tërkon ujë. Sa ditë keni? Sa ditë keni, apo vetëm sot? Kemi një tërkte muaj kemi pa ujë. Si, të gjithë muajin jeni pa ujë? Sidomos një javë një nuk kemi pas asnjë. Të lutem, jemi 2 plejtë dhe të muar këtejna, jemi zonë e thellë, nuk na ndihmon njeri. E di, po do përpiqemi që në fakt nëpërmjet zërit ton dhe tuajin të na dëgjojnë institucioni i ujësjellësit, sidomos që të marrë masat e menjëhershme. Sigurisht që zona e Roskovecit. Edhe një herë faleminderit për telefonatën dhe të uroj një ditë të mbarë. Sigurisht që le të shpresojmë që problematika e ujit në tubacionet e çdo qytetari e çdo zone në Shqipëri, qoftë të larg zonave të banuara apo jo, të mos mungoj, sepse jemi në fakt ashtu sigur se e tha edhe një telefonues në fillim të emisionit ora juaj, po pretendojmë pasaportën europiane dhe nuk mund të ngelemi pa ujë në çezmat e banesave. Mirëmëngjes. Më thoni? Me gazetaren. Edhe njerë të lutem, ngrije pak zërin ose afroj pak aparatin e telefonit. Një telefoni vogël këtu e pa me. Po ja, punën e bën, po më thoni. Kam folur një herë para me Klodin. Po? Edhe më ka dhënë një sugjerim, mbaj për punë e pensionit, dalë tani 20 gusht në pension. Po? Dhe kam të mbledhur vitet e punës të kooperativës. Po? Po ne më atëherë kur punonim kooperativë, nuk të lindë një të rrinje në shtëpi, sikur edhe një ditë, do punonjet. Mua më dalin ka vite na 20, na 50, na 60, vetëm një vit kam 330 e një kam 290. E të tjerat shira. Dhe sa vite ju bëhe në total? Unë bëj në shkresë ati që kam të marë, i kam ledhur bëj 14 vite. Për ditë pune nuk janë. 14? Po. Lejet e lindjes nuk e ditë. Kanonin ato lejet e lindjes? Po, duhet të njihen edhe lejet e lindjes. Unë kam 3 lindje. Plus kur kam bërë një lindje të
kam punuar që ajo punë se në të qeshve që mbanin pullat e dedit kooperativës atë kohë, edhe i mbanja edhe ato edhe lejnë e lindjes, më pagova në 2 krah. Ju duhet në fakt të kujtoheni, të dokumentoni, që të paktën të plotësoni 15 vite sigurime. Sepse ju mungon një vit, kështu që ashtu sikur se edhe telefonuesja e 2 telefonatave më parë mungonte një vit, pra keni 14 vite sigurime shoqërore, ju duhet edhe një vit në mënyrë që të merrni pension të pjesëshëm pleqërie. Unë jam e trembur se nuk kam vitet në atë, por do e kuptoj. Por mund të merrni një avokat në mënyrë që t'ju orientojë se si mund të njihen vitet e lejeve të lindjes. Mirë lejet e lindjes, nëse do bëj përpjekje, po. Këto vite që janë të humbur janë afat ditë pune në për vitet, janë të humbura. Do mi quajnë ata të sigurime? Po duhet i kërkoni, pra duhet të bëni kërkesë tek në degën lokale të Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe që për vitet e punës që juve i pretendoni të humbura. Me kartën e identitetit, me vërtetimin e një dokumenti që aktualisht ndoshta nuk je i punësuar. Neve kemi togë në sa të ke i paguajmë tatimet të togës. E kuptoj. Duhet të bëni një kërkesë pikërisht tek dega lokale e Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe ti vini në dieni për këto vite që ju pretendoni se i keni të humbura, në mënyrë që të bëhet një ri-llogaritje e pensionit tuaj, sepse deri në këto momente që ju po më thoni keni vetëm 14 vite, ju duhen të paktën 15 vite që të merrni pension të pjesëshëm pleqërie. Shiko, nuk më kupto, unë kam 14 vite të shkruar, po nuk ka ditë pune, na 20, na 50, po një vite kam fare me 6. Se 6 ditë pune në vit ma herë. Po pra, po duhet i mblidhni ato, dhe duhet të bëjnë llogaritje në instituti ekspert. I kam mbledhur ti shpjegat. Dhe sa të kanë dalë në total? Jo, si kam shpur për të mbledhur, po i kam mbledhur kështu në letër. I keni mbledhur juve pra? Po. Këtë po ju sqaroj. Duhet të shkoni të paraqiteni në degën e institutit, bashkë me këto vite që ju keni mbledhur, dhe ti thoni, ti dokumentoni dhe ti thoni që unë kam këto vite. Dhe ato hynë edhe një herë. Mirë, e falenderoj telefonatën, nuk e di nëse u shkëput apo e kam ende. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare. Po, shkojmë në një hapësirë publicitare. Mirë, pas hapësirës publicitare, ne jemi rikthyer në pjesën e fundit të ora juaj për të mirëpritur telefonatat e radhës në të paktën 20 minutat në vijim dhe më pas do të kemi një tjetër misionin e edicionit të lajmeve. Mirëmëngjes telefonata e radhës. A nuk e kemi një telefonat? Okej. Ne i përmendim edhe një herë numrat e telefonit, me sa duket ka patur një shkëputje të telefonatës në 068 60 54 639 dhe po ashtu në numrin tjetër të telefonit 68 99 00008. Duhet numëroj 0 ca herë që ti them, sepse mos le në një 0 mangut. Mirëmëngjes telefonata e radhës. Mirëmëngjes. Nga telefononi? Elbasani. Mirëmëngjes Elbasani. Elbasani ka mbajtur rekordin e telefonatave ditën e sotme. Mirëmëngjes. Po e me për emisionin? Faleminderit. Edhe ja 2 vrejtje të vogla kisha. Ky program është për qa halët, jo për ditë punë të partive disa dëgjues aty të ngjet tjetër kot. Unë si u kuptova me thënë drejtën për vërejtjen që kishit edhe një herë. Duhet ta thonë. Disa dëgjues, ky emision është për qa halët e njëri tjetër për shembull, jo për qa hallet e partit. Partiti qajnë hallet vetë. E këtë e kam thënë gjithmonë me thënë të drejtën. Mos qani hallet e partisë dhe mos qani hallet e atyre që janë në krye të çdo partie, qani hallet tuaja, atë se çfarë ju ka rënë për pjesë të jetoni dhe të kaloni.
Faleminderit shumë për telefonatën, me sa duket ka rënë linja, e falenderoj telefonuesin. E kam thënë dhe ndoshta e thot edhe kolegu im. Qëndrojni larg në fakt atyre se çfarë deklarojnë për subjektet politike apo për ata që përfaqësojnë këto subjekte politike, shikoni problematikat tuaja, shikoni hallet tuaja, mos u merrni shumë me politik. Kështu që mendoj se duhet të mirëpresim telefonatën e radhës. Në fakt është më pëlqen emisioni sepse përballesh çdo ditë me problematika të ndryshme që ndoshta shumë njerëz nuk i dinë që në të vërtetë ekzistojnë. Ashtu sikurse dje dhe sot ka shumë qytetarë të cilët kanë ngritur shqetësime të ndryshme. Dhe ajo që është më e rëndësishme në fakt është kur dëgjon mungesën e ujit të pijshëm në disa zona të Shqipërisë, dje ishte në veri, sot në jug. Domethënë është ku jetojmë, lind pyetje, kur kemi ende mungesë të ujit të pijshëm në banesat tona. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Po, më thoni. Hallet tona fillojnë nga plerat që përmysin Tiranën, përmysin plerat Tiranën në çdo cep. Kjo. Sepse në kryetari i bashkisë deri në orën 9 bën palestër, pasi jep makinën burrit për shku në punë te presidenca. Po. Morën palestër në orën 9 ajo dhe shko pastaj makina me kryetarin e bashkisë, atë kryetaren që është që aktuale. Ky është një denoncim që është kryer zotri, kështu që është një denoncim që është kryer gjatë tashmë. Po, është kryer për themës qytetarët që ashtu e kanë thonë, e keni thonë ju, po për themës qytetarët. E kuptoj. Si kem ne. Ku edhe dyta që kam. Më thoni. Po nëse kryeministri nuk i shikon që bashkitë sot janë vetëm formular për të marrë procentat e përdoron për të marrë rrogën dhe nuk punon njëri. Shkon në bashkitë Dimalit, si thonë qytetarët, nuk ke asnjëri në punë. Të dielën isha në Tushemisht. Edhe në Tushemisht, në qoftë se ke kaluar te pedonali që s'ka njëri nga Tirana dhe mos ke shkuar ke kaluar pedonalin e Burr, është Burr pedonalia. Atje ishte ter gjithë fekalet e pjesës Tushemishit, kishin dalë shesh aty, notoheshin sikur ishin që mos ta themi ashtu popullorë që ishte, po ju e kuptoni besoj. Këto bashkitë nuk punojnë. Këto janë hallet e njerëzve, edhe kudo që shkon. Unë i kam vetur qytetet në radhë dhe pak qytete kam pat pastra. Ishan përmet medikalizet shpirtit të shkosh aty përmet pastra rregull, në disa qytete pleret, ato kazanat e plerave duke filluar nga Tirana këtu që ja këtu lagjetime dal këtu. 20 metra e kam unë lak pleret, ato kazanat janë rrafshu, janë mush plot. Nuk vjen makina me jashu, ose vjen në orën 11, atëherë ku fillon piku i trafikut. Kështu që këto janë hallet e njerëzve. Shkofte te rimbursimi i ilaçeve, del ajo ministra e shëndetësisë sot janë bërë rimbursime, thotë ashtu dhe 200 ashtu ilaçe tjera në rimbursim. Në një kohë që për diabetikët ishte Galvus, edhe një tjetër ashtu sa diemin, po ato që ja kanë heq Galvusin që ishte pak a shumë original dhe i kanë vënë një tjetër që bën domethënë një pako bën 2000 lekë. Vjetra, që duket që është e profarmes nga ato që ngelin në përroza. Që juve si hynë në punë, thoni ju. Këto janë hallet e njerëzve. Kështu që ka shumë tjera, pa fillu mëse problemet e pensionistëve, problemet e pagave e me radhë. Unë ju falenderoj që... Edhe unë ju falenderoj në fakt. Që njerëzit të shfryen pak flasin për këto që shohin. Keni shumë të drejtë dhe ju falenderoj. Në fakt të gjitha shqetësimet që ju ngritët janë reale, ashtu sikurse ju i shikoni çdo ditë në qytetet të tjera, por po ashtu edhe në Tiranë përsa i përket plerave, kazaneve të imbushura. Mirëmëngjes, telefonata e radhës.
Do na duhet të presim edhe pak sekonda derisa të mbërri telefonata. Telefonuesi e radhës, mirëmëngjesi. Duhet të flas me studion. Me studion jemi live. Po mirë, po të shte. S'ka marru më duke telefonata tjetër. Jo, mbaroj telefonata tjetër, ja, apo flasim bashk? Alo? Jemi live, zotri. Po, live, në gjë. Po. Jam një invalid i pakut, person me aftësi të kufizuar, nuk na ka dhënë shpërblimin të neqarë, qa bëhat kjo të bonusin e pranverës? Për këtë muaj? Uj, përverë, se ka dhënë asë një muaj me i fjallë bonusin që na pa të thënë për shpërblim, nuk na ka dhënë. Po besoj që do jepet. Ja të interesojmë pak sekonda. Kurse dhënë një para votimeve, nuk e kanë plan me dhënë. Jemi invalid dhe ne. E kuptoj. Hajde, ju përshëndes. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe ju uroj një ditë të mbar. Nuk e di nëse kemi një tjetër telefonat. Mirë, Lucy. Kemi një telefonat në ora juaj. Është pjesa e fundit, ju rikujtoj, dhe jemi në minutat e fundit. Mirëmëngjesi, po. Jam qytetar nga Vlora. Po. Kemi 10 ditë pa ujë dhe ankojmi dhe nuk do të di njëri fare se jemi të gjalla, jemi të... Po si ka mundësi që jeni edhe ju pa ujë? Çfarë po ndodh me ujësillësin? Kemi 10 ditë jemi pa ujë. Çfarë zone jeni në Vlorë? Ne jemi tek rruga Ani Bekosala, domethënë tek sport. Edhe keni 10 ditë, nuk vjen fare ujë as në mëngjes, as në darkë, as në drek, me orare të paktën? Po si ja bëni? Jemi bërë kokë kem shtetë, zete dhe qatë të bëtemi më se jemi bërë. A i keni vënë djeni institucionin pra ujësillësin? Një vetë që të marrë që se unë t'i vrash të ashtë. Jo ashtu. Të lutem, a i keni vënë? A i keni shkuar në zyrat për t'i njohur? Më zyre, vetëm s'ke vajtë të ka dirama ashtë. Ka dirama e shqitoni të gjone edhe nuk po t'u qarë për t'u më betësu. Po tu t'i botës të rrisë sotë e thotë kemi, po kemi 4-5 vjetë që në prokuara këtu na i bëjnë. Është problema ashtu si kurse po e thoja, në fakt jeni telefonuesi i tret në mos gaboj që keni problem me ujin e pishëm në banesën tuaj, ashtu si kurse një tjetër telefonat nga Roskoveci, po ashtu edhe në veri kemi patur probleme me ujin. Le të shpresojmë që institucionet në fakt ta dëgjojnë problematikën tuaj në qytetin e Vlorës, ata në Roskovec dhe po ashtu në mos gaboj në Lezhë ishte një tjetër problemi i tillë në mungesën e ujit. Roskoveci kishte një muaj pa ujë. Merrni masat e nevojshme ashtu sikurse duhet të bëni në të gjitha zonat e Shqipërisë. Dhe jo vetëm Nuk e di më motë, nuk e di çfarë bën në këtë vend, nuk e di, nuk i domethënë se merr vesh i themi ne të fshatit se merr vesh çelin të zotit. Se tu është bën një katravur që po di unë nuk e di, prishin bën një asfalt, unë prishin murin e shtëpisë, kryetari i bashkisë ishte aty prezant. Edhe nuk ju dha zgjidhje? Do ta bëj sa e ka sot e një vit se ka bërë. Kryetari i bashkisë, Ermal Dreva. Po. Po di unë nuk e di ku të vemi më tuti. Ne fort s'kemi shqyqyr që na u hap telefon që mora juve. Ju falenderoj shumë që e ngritët zërin për shqetësimin që ju keni për të gjithë banorët e asaj zone aty. Sigurisht që le të shpresojmë dhe ne sigurisht do interesohemi edhe në ujësjellësin e zonës përkatëse, sidomos në atë kryesorin në qytetin e Vlorës, por po ashtu edhe në zonat e tjera, për
për të marrë masat e nevojshme, sepse nuk mund të rrinë disa banorë. Po ministri dhe jini njerëz domethënë gjykoni personit që patjetër. Nuk ka më skandaloze. Ju falenderoj shumë për shqetësimin që keni ngritur. Ju falenderoj dhe ju uroj një ditë të mbarë. Edhe ju uroj faleminderit për sqarimin. Kalofshi ditë të bukur. Faleminderit edhe një herë. Kjo është Shqipëria jonë në mungesë të ujit në disa zona të Shqipërisë. Mund të duket interesante për ata që dëgjojnë si ka mundësi. Por që ka disa telefonata të cilët e denoncojnë live problemin e tyre me mungesën e ujit të pishëm. Domethënë e ujit të rrjedhshëm në tubacione, sepse e dim tashmë që nuk është i pishëm. Mirëmëngjesi, nëse kemi një tjetër telefonat, ndoshta mund të jetë e fundit për ditën e sotme. Le të presim edhe pak çaste ku le të rikujtojmë edhe një herë numrat e telefonit për të mirëpritur telefonatën, ashtu sikurse e thash ndoshta të fundit për ditën e sotme në 068 60 54 639 dhe 68 99 00008. Keni edhe Instagramin e Klodi Karajt. Si? Zdo ishte keq me thënë drejtën. Mirë, nuk e di nëse kemi ende kohë apo jo për të shkuar në telefonatën e fundit për ditën e sotme. Nëse jo, atë pra thash edhe unë që ka shumë probleme në fakt teksa I dëgjojmë çdo ditë nga qytetarët shqiptarë. Në fakt, ajo që të bëjmë përshtypje është kur I bëhet ndoshta, nëse mund ta quajmë kështu, padrejtësie dhe personave të cilët vuajnë nga diabeti, ashtu sikurse ishte telefonuesi I mëparshëm ku tha që heqin një ilaç që I bënte punë dhe për të vendosur ndoshta një tjetër ilaç në listën e rimbursueshme që edhe po ta blesh pa rimbursim kushton vetëm 200 lekë ose 2000 lekë. Mirë, me sa duket nuk kemi më kohë për të mirëpritur telefonatën e fundit për ditën e sotme. Ne do të rishihemi vetëm pas pak në orën 9 në edicionin informativ të lajmeve. Bashkë ndajemi këtu në ora juaj për të ritakuar vetëm në orën 9.